Mirë mbrëma të dashur shikues nga stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë, ku sonte zhvillohet akti vendimtar i raundit të dytë kualifikues të UEFA Conference League mes kampionit të Kosovës Dritës dhe kampionit të Maltës. Qendër sulmuesi duhet të nisë ndeshja për pak sekonda dhe nis këtu në Prishtinë me topin e parë luajnë kampionët e Kosovës Drita. Në rimar topin mjaft mirë Vesel Limaj, një lojtar që është sartues të skuadra e Dritës, ndërkohë një gjuajtje edhe ka devijim për një çast u largua rreziku, por jo dhe tani nga distanca gjuajtja e rrezikshme pati devijim dhe Maloku Bong e mban topin. Në fakt është Varela, Bong i afrohet nga dalë, tani ka topin Bong, e kthen atë mundësia, por gjuajtja lojës mjaft. Shohim nëse do të ketë ndonjë ndryshim te loja e skuadrës sonë në pjesën e dytë, ndërkohë Bong lirohet e mban edhe më tutje topin, gjuajtja dhe 1-0. Gol i bukur. Çfarë gol i bukur se. Paul Bong me këtë gol fantastik, aspekt të fort kur luan jashtë shtëpisë në 10 ndeshje nga 20 të fundit, nuk ka pranuar fare gol. Të shohim ndërkohë këtë dalje nga Berman, edhe më tutje dhe u mundua si ta kalonte edhe tani Dervishagic, i cili luan me të majtën e kërkon gjuajtje shpeshherë, tani ka pasuar mirë te Gudel, një kombinimi Ballkanasve, Dervishagic dhe Gudel, e kthen topin prapa Gudel, goditja dhe përfundon tani Bong. Varela, goditja dhe e pret gjuajtjen e tij. Jashari, bukur e ka kaluar kundërshtarin, Jashari avancon, e mban topin, e kalon edhe lojtarin e dytë, topin në zonë, goditja tani nga Krasnisi dhe përfundon në duart e portierit, por ishte aksioni më i zona e Dervishagicit, shej më i shpejt ka reaguar tani Dabisaj, Ovuka i freskët, vazhdimisht po shkojnë aksionet e Ovuka, tani Dabisaj duhet ta provoj gjuajtjen, nuk e arriti, por tani goditja nga Arbman. Në krahun e gjatë topi është për Bytysin, tani Beten është afër aty dhe Krasnisi, topi i rrezikshëm, ndërkohë Krasnisi gjuajtja dhe jashtë ka përfunduar. Tani Besnik Krasnisi mundohet se ta shoj skuadrën përpara, ka pasuar te Ovuka. Ovuka vazhdon me topin, e vazhdon avancimin, edhe më tutje me këtë dribling Ovuka, bukur goditja, 1-1, Barazon Pëllumbi, 1-1 Drita, një gol që e prodhojnë mbrojtësit Ovuka dhe Pëllumbi, një gëzim i papërshkrueshëm për Gjilanasit dhe duhej të vinte ky gol, cili deri në inkuadrimin e Ron Brojës ishte kapiteni Dritës, derisa tani veterani do të vazhdoj të jap kontributin e tij nga roli mbrojtësit të djathtë. Një top në zonë, 2-1 për Dritën. Avancon tani Drita, Arbmana ishte aty. Tjetër aksion që vjen nga krahu i majt nga Ovuka dhe shën në rastin e parë në vazhdime realizon Drita këtë lojtar, i cili është ende i ri dhe vlerësohet mbi 500.000 euro në treg nga faqja specializuar Transfermarkt. Pikërisht Ovuka me gjuajtjen e fortë, një predh ishte. Ovuka me depërtimin e shtyen topin edhe më tutje, Ovuka në zonë është Armanaj, topit për Beten, gjuajtja. Rast për Dritën, këtu përfundon ndeshja, fiton skuadra e Dritës me rezultatin 2-1 pas vazhdimeve dhe një gëzim i papërshkrueshëm për këtë fitore, ku njëri ndër lojtarët kryesor të Dritës, ndoshta kryesori ishte Ovuka.